Përshëndetje të gjithëve, jemi rikthyer në studio, jemi në transmetimin tonë të Weekend Lovers në këtë javë të fundit të vitit dhe nuk e di pse më ndodh gjithmonë që të më ik zëri në fund vit, nga që flas shumë gjatë 12 muajve të vitit, por e ftuara ime sot do më toleroj, nuk mundëm ta shtynim dot intervistën për shkak të impenjimeve të shumta që na karakterizojnë, nuk e di pse është gjithë ky presion i madh çdo fund vjetori, ndaj vendosëm që të realizojmë sot edhe pavarësisht këtij zëri që kam në këtë ditë. Jemi me një vajzë e cila e kam takuar para disa kohësh dhe kemi konsumuar një bisedë. Ajo çfarë më ka bërë përshtypje tek flutura është se edhe nëse e mira ikën nga ajo e mban fort pas vetes dhe gjen gjithmonë të mirën tek kjo vajzë. Përveç kësaj, Flutura Brakaj vjen nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor, është një organizatë që lidh të rinjtë e Ballkanit përmes shkëmbimeve, projekteve, përvojave që ndërtojnë paqe dhe mirëkuptim. Ka një lidhje logjike përse Flutura është lidhur kaq shumë me të rinjt për t'i frymëzuar edhe për t'i rrënjosur atyre idenë e vullnetarizmit që është një gjest i jashtëzakonshëm për ata të rinj që sot kalojnë më shumë kohë me smartphone-ët e tyre. Flutura, përshëndetje, mirë se erdhe. Është kënaqësi që je me mua në këtë fundvit. Përshëndetje Ada. Dhe me gjithë vrollit dhe impenjimeve që ti the, unë kam shumë kënaqësi të jem me ty sot këtë fundvit. Zërin e ke shumë mirë. Dhe faleminderit për ftesën. Po, mirë kuptoj. Do ta nisim me Rajko një herë, është një organizatë në të cilën ti je drejtuese momentalisht edhe merresh shumë me të rinjt. Çfarë ka në fokus? Cilat kanë qenë projektet e këtij viti? Si ka qenë ky vit një herë për ty dhe për organizatën ku ti punon fort? Rajko është një organizatë e veçantë, është një mekanizëm rajonal i cili është ndërtuar për t'i bërë bashkë këta të rinj të mrekullueshëm të Ballkanit Perëndimor që ne kemi, jo vetëm për të takuar në formë miqësore dhe për të krijuar bashkëpunime të reja, por mbi të gjitha, të gjithë së bashku për të kuptuar më mirë tematikat e ndërtimit të paqes, të pajtimit në Ballkanin Perëndimor, për shkak se Ballkani është sensitiv, është ende i brisht sa i takon historisë së tij, dhe të rinjt ne mendojmë që janë fuqia më e madhe për ta ndryshuar, për ta bërë më të paqet edhe pse jo për të lëvizur pak edhe politikën, edhe median për t'i bërë ato së bashku. Dhe është e vërtetë që kemi patur një vit të ngarkuar. Unë njëherë me pozicionin e ri që kam patur këtë muajt e fundit, vërtet jam gjendur në punë dhe angazhime me projekte që Rajko ka. Siç e thash, ne fokusohemi te të rinjt, por programet tona ndërlidhen shumë ngushtë me shkollat e mesme në Ballkanin Perëndimor që ne i sjellim dhe i bëjmë së bashku, që ato të shkëmbehen me organizatat e shoqërisë civile, të cilat luajnë një rol shumë motivues për ta ndryshuar Ballkanin edhe për t'i motivuar të rinjt dhe për t'i nxitur ata. Punojmë shumë ngushtë me artistët, gjithashtu arti dhe kultura janë një ndër elementët kyç, pse jo, për të sjellë një perspektivë të re sa i takon rajonit dhe për të bërë bashkë. Punojmë me projekte që lidhen me sipërmarrjen rinore, gjithashtu sipërmarrja rinore dhe kauza sociale i bëjnë të rinjt, por jo vetëm së bashku. Me mendoj do flasim edhe pak më vonë për një program. Patjetër që është shumë ambicioz në një farë mënyre, por ti e përmend pak mundësinë që ju japin këto bashkëpunime të rinjve, por a mendojnë vetë të rinjt se kanë hapësirën e duhur për të ndikuar në këtë ndryshim? Unë mendoj që po, dhe të rinjt mendojnë që po, edhe puna jonë në këto për gati 10 vite, le të themi, bëhet vitin tjetër, ka treguar që jo vetëm ka rëndësi, por mjafton pak nxitje nga ana jonë për t'i shtyrë të rinjt që të takohen me njëri tjetrin edhe impakti pasaj vjen nga ata. Duhet të kujtojmë që kur flasim për temën e pajtimit apo konfliktet e së shkuarës, sigurisht që të rinjt nuk i trajtojnë me njëherë në formë imediate, ata thjesht takohen me njëri tjetrin, i thyen këto barrierat, stereotipet, muret që ne kemi krijuar për Ballkanin Perëndimor dhe e bëjnë këtë në mënyrë shumë të natyrshme, pra në formë miqësore, siç flasim unë dhe ti tani, ndajmë të përbashkëta dallimet tona, kështu lind le të themi edhe impakti dhe ndryshimi, sidomos i gjeneratave të reja.
por jo vetëm, edhe mësuesit. Unë të kam dërguar për një program super shkolla që ne kemi, që ne mendojmë që nuk ndryshon vetëm nxënësit, po ndryshon mësuesit, dhe duhet kuptojmë që ata vinë nga breza më të vështirë që mendsinë base kanë pak më të vështirë për ta ndryshuar dhe për t'i çmësuar disa narrativa që kanë mësuar. Shkollën si institucion, të cilët takohen për shembull një shkollë nga Shqipëria me një shkollë nga Serbia, nga Bosnia, edhe shohin kaq shumë dinamika dhe kontekste të reja, por edhe vetë komunitetin ku këto shkolla të rinj ose organizata gjenden. Pra është një këto shkëmbimet janë një agent ndryshimi shumë i madh, edhe mendoj ndryshimi vjen në kohë. Pra ajo që neve duhet të bëjmë në fillim është thjesht jemi të kujdesshëm dhe të duruar për t'i dhënë mundësinë, pastaj ndryshimi vjen komplet nga të rinjtë dhe nga le të themi eksperienca dhe përvoja që ata krijojnë me njëri tjetrin. Po çfarë përfitojnë të rinjtë nga gjitha këto shkëmbime që bëjnë, sidomos në vendet e Ballkanit Perëndimor? Ne shkëmbimet i kemi me tema të ndryshme, për shembull, një shkëmbim mund të jetë me tematikën e ndërkulturalitetit, një mund të jetë me tematikën e përballjes me të kaluarën, dealing with the past, një tjetër mund të jetë për pajtimin në Ballkanin Perëndimor, dhe ajo çfarë është e veçantë është mbasi profili të rinjve. Pra nxënësit i trajtojnë tema të ndryshme, sepse flasim për gjëra që ata i ndërlidhin, ku ne dërgojmë një grup që mund të jenë për shembull gazetar të rinj, ata flasin për median, sa i takon, pra në ndërlidhje me këtë tema, ku neve dërgojmë një grup të rinj që janë si përmarrës social, ata shohin kauzat e përbashkëta, dhe mendoj që gjëja më e bukur që ndodh është, siç e thash, të thyen këto stereotipet dhe mendësitë apo narrativat mbase pak të vjetëruara që ne kemi krijuar në mendjen tonë, por ndonjëherë jo për fajin tonë, sepse në vende për shembull si Bosnia Hercegovina apo dhe Kosova, Serbia, të rinjt, po edhe vetë shoqëria rritet me narrativa të ndryshme nga ajo e një shoqërie tjetër. Dhe kur takojnë me njëri tjetrin, ata mësojnë një anë tjetër paralele që mbase nuk e kanë ditur, por mendoj ja vën pak fajin edhe politikës apo medias që transmeton këto narrativa, mbase urrejtjen në mediat sociale, ose kjo urrejtja vrulli konfliktet mes politikanëve, që kështu mendoj që ata shohin një botë tjetër që është ajo e bashkëmoshatarëve të tyre, qoftë edhe mësues me mësues, shohin sigurisht kulturën, që është sa i ngjashme aq dhe e njëjtë, edhe mendoj që kanë dëshirën pasaj për të udhëtuar më tepër, për ta mos ta parë rajonin si ky gogoli, le të themi ku ndodhin gjithë ato çodirat, por për ta parë, për ta vizituar si një vend tjetër i një Ballkani, i Europës, që ne me shumë kënaqësi zgjedhim, po nuk zgjedhim, pra hezitojmë ta bëjmë njëjtën gjë me Ballkanin Perëndimor. Po, jam kurioze të di si i gjurmoni ju këta të rinj që i bëni pjesë të këtyre programeve të shkëmbimit. A ka ndonjë kriter që duhet të kenë? Ne kemi gjithmonë thirrje të hapura, që do të thotë nëse ka për shembull një shkëmbim rinor që zhvillohet le të themi në muajin e mars, ne hapim një thirrje ku të rinjt aplikojnë. Kjo edhe për të pasur sigurisht edhe ndjesinë dhe mendsinë e meritokracisë, po edhe të formuluarit të arsyeve sepse ata duan të marrin pjesë. Kështu mendoj që shumica e këtyre përzgjedhjeve janë me anë të formave të aplikimit, dhe ne kemi kënaqësi nga ana tjetër lexojmë pak dhe motivimet. Pra pse dikush dëshiron të bëhet pjesë e një shkëmbimi, dhe kur kthehen të rinj, unë për shkak kam shumë kënaqësi ti pyes çfarë mësove, pra kush ishte impakti i parë, objektiva që ti kishe për këtë shkëmbim, dhe si u ktheve pastaj me çfarë idesh të reja ose me çfarë bot kuptimi të ri. Gjithashtu ka shkëmbime ku neve i pikasim vetë të rinjt, për shembull nëse kam vërtet të rinj që janë lidera në një fushë të caktuar, qoftë në vullnetarizëm, qoftë në aktivizëm, qoftë me tema politike, qoftë me tema të ndërtimit të paqes, unë i përzgjedh ose i nominoj ata për t'i dhënë mundësinë që edhe të kenë përvoja sa më të reja, dhe sigurisht që ne duhet t'i motivojmë ata që japin le të themi në komunitet, japin kontributin e tyre, angazhohen dhe meritojnë se jo të jenë në tavolina le të themi të vendimarrjes apo të angazhimit në rajon. A ka vërtet të rinj të talentuar sot? Patjetër. E di pse them që ka, sepse ti e di që unë në punën time e kam jo vetëm punë, e kam edhe pasion, e kam edhe motivacion, edhe ka të rinj të motivuar sepse ka realisht të rinj që duan të ndryshojnë, edhe duan të mësojnë, edhe duan të
të edukohen dhe duan të dëgjojnë mbi dialogun, mbi kulturën e të tjerëve. Ka nga ata që nisin le të themi angazhimin e tyre vetëm me një udhëtim, pra duan të udhëtojnë në Sarajevo, sepse mbase nuk e kanë parë ndonjëherë, dhe pastaj kthehen me dëshirën për të marrë pjesë në evente akoma më të rëndësishme apo në shkëmbime akoma më të rëndësishme. Dhe besoj fort këtë sepse në përditshmëri rrethohem me të rinj të tjerë, punoj me ta, angazhohem me ta dhe më vjen mirë se si fuqizohen pastaj edhe realisht e rrisin kontributin e tyre dhe janë aset, mendoj për shoqërinë. Po, dhe kam përshtypjen që këto programe mund të ndryshojnë perceptimin e të rinjve dhe për emigrimin apo jo. A keni pasur raste suksesi të kthimit të këtyre të rinjve që e kanë kthyer në të mirën e vetes gjithë këtë eksperiencë? Përmendë një ndër tema që ne e kemi pasur për zemër këtë vit, migracionin, e kemi trajtuar edhe një ndër eventet më të mëdha që kemi organizuar në shtator në Kosovë, Forumi Rinor i Ballkanit Perëndimor, dhe kishim migracionin, kishim sigurinë, kishim edhe paqen dhe rritjen ekonomike si temat më kryesore. Për migracionin, çfarë nuk ndanin të rinjt edhe jo vetëm sfida dhe fenomene, por edhe si ta përmirësojmë pjesën e migracionit, si të krijojmë politika të reja, si të japim rekomandime që shkojnë drejt për drejt tek qeveritë e Ballkanit Perëndimor ose mekanizmat të tjerë për ta ndryshuar. Dhe arsye sepse ata jepnin rekomandime ishte pikërisht kjo, sepse secili mbase e kishte ndier në lëkurë pjesën e migracionit, në mos ata vetë bashkëmoshatarët e tyre apo familjarët, kemi shumë të rinj që janë rikthyer në fakt, që mbase kanë migruar dhe kanë udhëtuar për çështje të studimit ose ndonjëherë edhe për çështje sociale, pra sociale ekonomike. Kemi shumë nga ata që janë kthyer sepse e kanë kuptuar realisht që sigurisht në vendin tënd çdo gjë është më mirë, por duke qenë shumë të vetëdijshëm që duhen bërë disa ndryshime, sepse sa më shumë sheh jashtë se si funksionojnë mirëqenia sociale, politikat, aq më tepër ti do që ta ndryshosh vendin tënd dhe të rish me njerëzit që ti do, me kulturën që ti përqafon në përditshmëri. Që kemi shumë të rinj dhe unë për shembull jam një ndër ato të reja edhe vet që kanë provuar Gjermaninë për të bërë një vit vullnetar social. Por ama thash jo, siç përballem unë me të rinjt ose siç punoj me ta, siç jap kontributin tim, nuk e jap dot në Gjermani edhe më mirë jap në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor. A mendon se të rinjt në Shqipëri kanë informacionin e duhur për këto mundësi që ju jepen, për këto hapësira që ju jepen, apo duhet më shumë komunikim, vullnetarizëm mbi të gjitha? Duhet më shumë komunikim, pavarësisht se ne mund bëjmë një punë shumë të mirë ose edhe partnerët tanë, sepse organizata jo nuk punon vetëm. Ne nuk mund të ekzistonim pa ndihmën e gjithë këtyre organizatave të tjera, pa ndihmën sigurisht dhe suportin e institucioneve, si ministrit, ambasadat e ndryshme dhe partnerët tanë, dhe mendoj që të gjithë së bashku duhet bëjmë më shumë punë për të shpërndarë këto mundësi, të mos në komunitete që janë më të marginalizuara, në zona rurale ku të rinjt kanë nevojat bazike që ti t'i shkosh edhe të flasësh me ta, t'i pyesësh për sfidat që ata kanë në nivel komuniteti, dhe sigurisht ne nuk e kemi dot hapësirën për t'u gjendur të gjithëve, por e bëjmë këto me anë të partnerëve tanë, për shembull shkolla që përzgjedhim, që neve i japim mundësinë, janë gjithmonë në zona pak më të largëta, mundojmë të jemi sa më gjithë përfshirës, ose organizatat, ose i mentorojmë organizatat që të përzgjedhin të rinj, le të themi që nuk janë domosdoshmërisht këta ekselentët ose këta liderat. Të liderat i duam, i kemi për zemër, ata meritojnë të jenë në karrige ku merren vendimarrja, por sidomos ata që janë pak më vulnerabël, edhe pak më të distancuar dhe të painformuar, i duam që ata të përfshihen për të parë, sepse mendoj ata janë kontingjenti pastaj për të qenë realisht ai gjend ndryshimin në ato komunitetet e vogla ku gjenden. Që çdo vit kur reflektojmë, mendoj që mund të bëjmë më mirë dhe duhet të shpërndahemi sa më shumë. Okej. Cilat kanë qenë vendet ku keni shkëmbyer përgjatë 2025-s këto eksperjenca, dhe 2026 ka një vend shumë ekskluziv, që është Japonia. Këtë e kam marrë vesh, na fol pak edhe për këtë. Kush i tregon këto sekrete?
Neve në fakt pse puna jonë është e bukur është që çdo event rajonal që zhvillojmë për të rinj, qoftë për shembull kampe trinore ose trajnimi i mësuesve ku bëhen bashkë 100 të rinj 100 mësues ose dhe forumi që unë thash për pjesën e Prishtinës, mundohemi që por kemi si rregull që çdo gjë ndodh në Ballkanin Perëndimor. Kjo edhe si mundësi për të lëvizur dhe për të parë dhe eventet e mëdha i organizojmë në vende të ndryshme në Ballkan, në mënyrë që ta bëjmë pak me rotacion, po edhe ne vetë udhëtojmë të lëvizim, çojmë një realitet tjetër. Që kështu kemi qenë këtë vit edhe në Prishtinë për forumin, kemi qenë në Maltëzi, kemi qenë në Maqedoninë e Veriut, në Serbi, në Bosnjë, edhe nëse nuk ka evente të mëdha, është stafi ynë që zhvillon aktivitetet ndryshme ose takime në anën ban rrethet e mi rajonit. Ndërkohë që po ajo që ti përmendte destinacioni më ekzotik që ne kemi ndër programet tona është Japonia. Kjo për shkak të një programi shkëmbimi ku 13 të rinj të përzgjedhur me një proces shumë të gjatë meritokratik të përzgjedhjes shkojnë në Japoni për të shkëmbyer me njëri tjetrin në radhë të parë dhe sigurisht pastaj me kulturën e Japonisë, jo vetëm për çështje kulturore, por mbi të gjitha për të parë se si Japonia e trajton tematikën e ndërtimit të paqes edhe të pajtimit, ajo që quhet peace building edhe reconciliation, dhe në një vend siç është Tokyo dhe Hiroshima, dhe mos Hiroshima për shkak të kaluarës edhe të bombardimit që aty ka ndodhur dhe si Japonia ka ditur ta rindërtojë jo vetëm vendin, por edhe të fali atë që e ka krijuar ose e ka zhvilluar le të themi këtë pjesën e konfliktit mes tyre dhe është një ndër shembujt më të mirë se si palja po dhe vlerat pozitive të pranuarit edhe të përballur me të kaluarën mund të jepen për një grup të rinj nga Ballkani Perëndimor. Ti do i mbikëqyrësh vetat, ha? Po. Unë këtë vitin që vjen në shkurt kam një rol të veçantë, do t'i shoqëroj këta të rinjt. Pasi për 5 vite tashmë i kam përzgjedhur dhe i kam dëgjuar se si ndryshon komplet botkuptimin edhe ndonjëherë edhe mendsinë e tyre, ndonjëherë edhe pjesën e brëndësisë, se si ata realisht e kuptojnë faljen tashmë në një koncept shumë më të gjerë, që kështu unë ndihem si fikse ata pjesëmarrëse, dua të eksploroj dhe unë njësoj me ta edhe me zipres 2026. Okej, besoj të kemi mundësi ta flasim edhe në studio bashkë gjithë këtë eksperiencë. Tani, duke qenë një vajzë që jepesh kaq shumë punës, besoj gjen kohën e duhur edhe për atë familjen tënde. Kur fiken dritat e zyrës, mbaron angazhimi profesional, kush është flutura? Ti ke një blog që shkruan para disa kohësh, tani më the që je shkëputur paksa, shkruan shumë bukur. Çfarë të frymëzon ta bësh këtë? E kisha haruar pak blogun, por nuk haroj ndjesinë e të shkruarit. Periudha kur shkruaja në blog, sepse më pëlqen shumë në fakt të shprehem. Nëse nuk e bëj në blog, e bëj në Instagram ditët e sotme në mediat sociale për të motivuar veten në radhë të parë, po edhe të rinjt e tjerë ose miqtë e mi që më ndjekin edhe që unë i kam shumë për zemër. E shkruara në fakt ka ardhur si pasojë, po vjen që nga fëmijëria. Unë e shikoja të shkruarën dhe mos në aspektin e të shprehur të ndjesive si një terapi, që unë të shpreha emocionet e mia, ndjeshmërinë time, atëherë kur mbase nuk mundesha dot ta flisja live siç e flasim në sot. Sot mendoj e gjej atë forcën, guximin, sepse përvojat, puna, njerëzit bëjnë sigurisht kanë atë efektin e tyre, më përpara mendoj që ishte terapia ime si të shpreha disa ndjesi që ose koncepte që nuk ja shpjegoja dot njerëzve live, sidomos sepse jam njëri emocional dhe marr çdo gjë, e marr me shumë empati, e marr jetën me shumë mësime dhe nëse nuk i shkruaja atëherë më duket sikur harroheshin dhe nuk doja t'i harroja mësimet e bukura që më jep puna, njerëzit, frymëzimet e të tjerë. Shumë e bukur. Çfarë të rikthen më shpesh tek vetja? Të rikthen një vend, një njerëz, një kujtim? Sa pyetje të bukur. Unë jam njëri në fakt që vetë reflektoj edhe në fund vit.
çfarë më kthen më tepër? Të gjitha ato që përmendë ti më kthejnë. Vendet më kthejnë sepse e kam pasion jo vetëm të udhëtuarit dhe të eksploruarit, por lidhem edhe me vendet e caktuara. Nëse kthehem për shembull në fëmijërinë, në vendinjen time, kam një nostalgji të paparë për të shkuar aty, realisht sepse është toka ime, vendi ku jam rritur. Në cili qytet je ti fluturar që ta bëjmë pak më fresh? Unë jam nga një kam lindur një fshat shumë të vogël në zonën e Mallakastër, Sekal quhet. Tashmë është një vend që nuk ka shumë jetë, në fakt nuk ka shumë lëvizje, mendoj si shumë migracioni, lëvizjet, si shumë fshatra të tjerë të vegjël në anë banë Shqipërisë. Por unë e kujtoj gjithmonë me shumë gjallëri edhe e kujtoj sidomos për të bërë këtë paralelizmin si kam qenë unë atëherë, si ka qenë familja ime dhe si jam unë sot, për të qenë gjithmonë me këmbë në tokë, për ta pranuar, për qafuar të kaluarën me gjitha ato ulje ngritjet dhe të bukura që ajo ka. Kështu njerëzit njëkohësisht edhe nëse nuk i kam pranë për njerëzit që mund të kenë frymëzuar, jam falendëruese që kemi mediat sociale sot që mbajmë kontaktet me njerëz të ndryshëm, ndonjëherë i kthehem për shembull shumë shpesh i rikthehem fotove të vjetra që mund të kem pasur ose ditareve ose letrave për shembull që më shkruanin të rinë kur bëja trajnime të ndryshme, janë shumë motivuese për mua dhe më mbajnë gjithmonë në atë bazën time. Okej. Çfarë të ka ndihmuar të kuptosh më mirë rëndësinë e kësaj bashkëjetese të rinjve, e këtij dialogu që sot janë thelbi i punës që bën? Shumë e bukur kjo, më riktheve tani në fëmijëri. Po, është e vërtet në fakt unë pjesën e dialogut, pjesën e të jetuarit në diversitet, të respektit, të kuptuarit, të empatisë, e lidh me përvojën personale. Unë jam rritur në një institucion rezidencial tek fshati Sosi fëmijëve dhe kam jetuar gjithmonë me grupe të rinj si motra dhe vëllezër, jo biologjik, po vërtet shumë të dashur. Kaq të ndryshëm, kaq divers, siç mund të jem unë, kaq në rrethana të ndryshme sa mendoj e kam bërë empatin edhe të pranuarit. Pra e kam përfshirë shumë vetën time sa unë nuk njoh gjë tjetër përveç se tani nuk mund ta bëj vetën time perfeksioniste, por realisht kam një respekt shumë të madh për diversitetin edhe për të kuptuarit të njerëzve. Dhe pikërisht ky diversitet edhe gjithë përfshirje që na karakterizon të ne si të rinj në atë ambient, më ka bërë gjithmonë që ta kem pasion le të jem pjesën e të kuptuarit të njerëzve të tjerë, po edhe të kthyerit mbrapsht të asaj çfarë unë kam marrë nga njerëz shumë të dashur, nga persona kujdesje që kanë ndikuar shumë tek unë dhe kanë shërbyer jo vetëm si një prind, por si disa prindër të ndryshëm, që kështu njerëzit që bëjnë mirë, që japin kontribut, që sidomos në këto aspektet e të rinjve që mbase i përkas janë pak më vulnerabël, unë gjithmonë kam dashur ta kthej mbrapsht edhe ndaj edhe kur i flas të rinjve sot, për shembull kur dua të jap motivim aty ku mundem, se mbase jo gjithë të rinjtë pranojnë. Po janë me fat që të kanë, energjia jote më ka mbajtur disa ditë pasi jemi takuar. Faleminderit shumë. Jo, e njëjta gjë, faleminderit dhe juve. Dhe mundojmë të jap një copës pjesë le të themi të jetës ose të përvojës time, që është shumë reale. Dhe unë mendoj që të mos ata njerëzit më frymëzues, jo se jam unë, po sepse unë kam parë shembuj të tjerë, janë ata që kanë çfarë ndajnë nga jeta e tyre dhe kanë çfarë ndajnë nga realiteti. Përvojat. Nëse sot do të kishe përballa të fluturën e vogël, çfarë do t'i thoje? Wow. Flutërës së vogël dhe fëmijës së vogël brenda meje i them gjithmonë ta ndjekja të dritën ato ngjyrat që e karakterizojnë fluturën, sepse sigurisht kur bëj këtë krahasimin dhe kur njerëzit e bën krahasimin si jam sot dhe si kam qenë nga ajo fëmia e ndrojtur që vetëm sa e pyesnin qante dhe shpërtente në emocione, do t'i them gjithmonë që t'i ndjeki ato ëndrat që ka, manifestimet që ka, sepse unë gjithmonë kapesha pas të bukurës, pas dashurisë, pas njerëzve që më jepnin energji të mirë, t'i ndjeki ëndrat dhe t'jetë mirënjohëse dhe unë mendoj që e di shumë mirë se sa e rëndësishme është jeta, në kuptimin e plot të saj, që kështu t'i marrim më të mirat jetës dhe unë e konsideroj veten si një
life enthusiast është në anglisht, pas një entuziaste e jetës për ta jetuar atë katërcipërisht në gjitha format që ajo ka. E reflekton këtë gjë. Në çdo fjalë që thua. Raporti yt me festat e fundvitit si është? Një raport që duket sikur ke hapur një kuti Pandore. Okej. Dhe i ke sjell të gjitha gjërat së bashku. Është në fakt në të dy anët e medaljes, edhe nostalgjik edhe melankolik, sepse e gjej veten sidomos vitet e fundit që edhe mund të kuptoj shumë më mirë se çfarë po ndodh me mua ose kur e flas me shoqërinë time, me vajzat që jam rritur, me familjen time. Na kap një lloj melankolie për shkak të disa mungesave që jo vetëm ne, po e reflektoj edhe për shumë njerëz të tjerë që mbase nuk i kanë. Pra fundviti është për të bërë rezumet se çfarë ka ndodhur edhe mbase edhe nga rrjetet sociale ku secili publikon gjërat më të bukura, familjet, ngjyrën e kuqe, gatimet, takimet, udhëtimet, më kap një lloj nostalgjie për të cilën mendoj që është e nevojshme për mua sepse nuk më lëndon, por thjesht më jep atë momentin e reflektimit që unë kam të nevojshëm. Nga ana tjetër, pastaj sigurisht që më mbledh me familjen që unë kam krijuar tani, me motrën dhe vllajin tim biologjik. Më mbledh shumë edhe me mirënjohjen që shprehin të rinj për shkak ndaj punës që ne kemi bër, ose edhe partnerët që ne kemi në organizatën tonë, duke bërë planet, më mbledh edhe dëshira që un kam për të manifestuar se çfarë dua të ndodhi në 2026, pra në vitin që vjen. Un kam edhe një vision board dhe njerëzit që më njohin e dinë që un gjithmonë e bëj në formë vizuale. Okej. Në formë foto se çfarë dua të arrij, ku dua të shkoj, çfarë dua të bëj në vitin që pason, edhe i kam frymzuar shumë njerëz që të bëjnë ata vision boardin, sepse është energji e mirë të kapësh tek gjërat që ti do të arrish. Edhe nëse nuk e arrin, mund t'ja dalësh në vitin që vjen. Po, mund ta kesh si synim. Tani, a ka ndonjë ritual apo traditë që e mban fort ende edhe sot pavarësisht jetës profesionale dhe udhëtimeve të shumta që bën? Traditë? Po, ose një ritual që bën ndoshta tani për fund vit për të pritur vitin e ri, se ne shqiptarët kemi shumë po. Dy gjëra më vinë ndërmend, një është kjo që thash. Po, njëra prej tyre. 5 vitet e fundit unë kam bërë këtë vision boardin edhe si një vetë reflektim, pra çfarë kam arritur dhe për të qenë mirënjohëse dhe pozitive për gjëra që jeta më ka sjell, sepse unë nuk e kisha menduar për shkakun që do isha në një pozicion drejtues të muajit të fundit që do mësoja kaq shumë pavarësisht angazhimit dhe impenjimit. Një gjë tjetër që bëj është që gjithmonë për shembull disa ditë përpara ose edhe natën e vitit të ri, aty ku mundem, sepse tani është bërë shumë hektike të përdorësh WhatsAppin ose mediat sociale, gjithmonë i dërgoj mesazhe mirënjohje ose falënderimi dhe urime të dedikuara njerëzve që vërtet kanë lënë gjurmë tek unë, ata që kanë shumë vite që e bëjnë këtë, po me një kujtesë që janë të rëndësishëm për mua dhe për punën që ata bëjnë ose për energjinë që përcjellin, po edhe miqve të rinj dhe kontakteve që kam krijuar. Që kështu mos u çudit po të vjedh ty një mesazh. Do ta bëj unë parë. Tjetër pastaj ritual. Një gjë që bëj, po kjo është në fillim të janarit, gjithashtu kam vite që e bëj është që mundon të bëjmë një detox nga mediat sociale. Që kështu e mbyll Instagramin dhe disa rrjete për të krijuar pak rutina të reja, sepse na humbasin pak rutinat, sidomos nga pjesa e shtatorit e mëtutje, palestra ose regjimi që ti do sikur humbet, dhe kam 5 deri në 6 vite që e bëj këtë dhe më jep edhe një energji të mirë për 2026, ta fokusoj pak më tepër tek vetja, para se ta fokusoj tek puna, njerëzit që un kam për zemër dhe që jap kontributin tim, sepse mendoj që njeriu duhet të ndihet mirë me veten një herë, duhet ta ketë energjinë e mirë dhe kohën me veten për ta përçuar pasaj tek të tjerët. Tani në blogun tënd kishe një shkrim që ja kishe kushtuar aeroporteve. Ishte shumë i bukur. Çfarë ndjen? Udhëton shpesh? Çfarë raporti ke me aeroportet? Kam një raport të mirë. Mendoj shkrimin që kam bërë për... Çfarë ndjesie ti japin, po? Më japin ndjesi mikse, më japin aeroportet, më kanë dhënë gjithmonë ndjesi mikse që kur kam qenë e vogël që kam bërë ato udhëtimet e para, që 18 vjeç në fakt e kam bërë udhëtimin e parë. Më japin ndjesi mikse sepse ka qenë shumë emocionale. Se ajo që shkoja dhe pse shkoja për qefin tim, pra qof për të marrë pjesë një angazhim profesional, qof personal, udhëtime me bashkëshortin tim ose me shoqërinë time e të tjerë,
Emocionale sepse kur ikja e vogël për këto mundësi ose kur kam ikur në Gjermani për vitin vullnetar, thoja do kthehem më, si është që t'jesh larg njerëzve, distancat, kontakti, nostalgjia që shikoja kur shekaj shumë njerëz në aeroport, secili atë drejtimin e tyre, secili pa e ditur mbase çfarë fati po ndjek ose duke pritur fatin e tyre. Pra, më duket si fiksi një metaforë shumë e madhe aeroporti. Nga ana tjetër pastaj është mendoj një kënaqësi shumë e madhe kur ti shkon për të parë një kulturë tjetër, sepse e di që e ke aksesin dhe e di që e ke mundësinë ose ja ke ofruar vetes mundësinë dhe jo të gjithë e kanë mundësinë për të kaluar doganën apo aeroportin dhe për të parë komplet një botkuptim tjetër që mendoj që na arrisim. Pra kush është ai që nuk ka audituar diku, një udhëtim është një libër i lexuar. I mbushur. Po, edhe kjo në fakt mbase nuk kam lexuar shumë muajt e fundit, por gjithmonë e kam parë të udhëtuarit me njerëzit që kanë gjithashtu të njëjta ndjesi si puna jote dhe shijojnë të parit të kulturave të tjera si një mundësi, si një libër i hapur për të kthyer akoma më i rritur, i pjekur, i matur, me energji tjetër se ç'ke pasur kur ke larguar. Dhe nga udhëtimet, kthimi besoj i jep shumë rëndësi shtëpisë. Çfarë rëndësie ka për ty sot shtëpia? Unë kam konsideruar veten gjithmonë si një nomade e vogël që mund të përshtatej kurdo që të më hidhje. Mendoj që i gjeja të përshtatjen time dhe i përshtatem shumë mirë çdo ambienti, çdo shtëpie, por është shumë e rëndësishme ajo shtëpiza jote që ti ke ndërtuar. Para 2-3 vitesh kjo ishte shtëpiza ime, ishte me motrën dhe vllajin, edhe me vajzat e tjera që mund t'i mëritur. Vitet e fundit është me bashkëshortin tim, edhe me macën tonë të vogël. Okej. Që kemi, sepse unë mendoj që po, familje mund të jetë familja ka është një dimension shumë i gjerë. Dhe është shumë të rëndësishme, siç e kam të rëndësishme anën profesionale, të qenit të pavarur, të zhvilluar të misionit që un kam dhe bëj me shumë kënaqësi. Ashtu e kam të rëndësishme edhe pjesën personale të krijuarit të kësaj shtëpisë sime të vogël që në të ardhmen e shoh me shumë pozitivitet dhe mendoj që do jetë forma më e mirë e asaj çfarë un kam jetuar, kam përjetuar, çfarë kam pasur si mungesë të përkthyer në dashuri shumë të madhe. A mund të thuash se cila ka qenë dhurata jo në kuptimin fizik që të ka dhënë fëmijëria ty? Dhurata që më ka dhënë fëmijëria është padyshim mendoj mirënjohja. Nuk është mirënjohja nuk është e paketuar në një boks, në një kuti, po është mendoj gjëja, aftësia, ndjesia që mua më ka bërë gjithmonë të eci përpara. Nëse nuk kisha mirënjohjen, sigurisht që do kisha mbase optimizmin, por duke qenë falendëruese për çfarë kam, si në aspektin çfarë kam tani, çfarë kam patur, si të mirat, si leksionet jo të mira të jetës, mendoj që mua më çojnë përpara, më forcojnë më tepër. Mendoj që është dhurata më e bukur që kam marrë. Okej, dhe për ta mbyllur, nëse do t'ju dhuroje të rinjve një dhuratë simbolike për vitin e ri, çfarë do të ishte ajo? Sa pyetje të bukura. Do t'i dhuroja një pasaport. Sa e bukur. Jo vetëm të rinjve të Ballkanit Perëndimor, po kujdo mendoj në botë, të Ballkanit Perëndimor, mbase jo domosdoshmërisht me vula që vendosen nga aeroportet ose nga doganat, por me vula që ata t'i vendosnin vetë, t'i shënonin vetë ku kanë kaluar, çfarë kanë përjetuar, dhe të rinjve të botës, se jo, dhe atyre që kanë të vështirë nga ana administrative, politiko, sociale, ekonomike, këtë pasaportën për të bërë gjërat që ata duan të bëjnë edhe për t'i kujtuar atë që ne kemi mision, që ata mund të dalin dhe pa të rinjt, asnjë shoqëri nuk është e zhvilluar dhe nuk do të jetë ashtu siç duhet. Që kështu pasaportën, po në formë unike ta përdorin si të duan ata. Patjetër, shumë e bukur. Një urim të fundit për ata që janë duke na ndjekur edhe çfarë pret tjetër përveç këtyre synimeve që na ka nga 2026 pas udhëtimit të Japonisë.
Atë e pres në fakt me shumë entuziazëm. Tani përveç macës do e zgjeroni pak familjen se nuk ka kuptim. S'mund të mungoj edhe ti që ma thua këtë. Me shumë kënaqësi, me shumë dashuri, po sigurisht edhe kjo në jetën time. Në mos vitin që vjen në vazhdim, kudo që të jetë e mirëpritur. Vetes edhe të tjerëve uroj sigurisht përvoja të reja, të thonit sa më shumë po ndaj mundësive që ne na vinë, ndonjëherë sepse kemi punuar shumë fort për to, ndonjëherë sepse do universi, sepse do Zoti që ti kalojmë edhe të mësojmë prej tyre, edhe sa më shumë dritë edhe pozitivitet, dhe sa më shumë angazhim dhe kontribut për gjërat që vërtet kemi për zemër. Nuk duhet ta harrojmë asnjëherë, domethënë këtë pjesën e detajeve të vogla dhe sa e rëndësishme është të japim, ajsa të marrim, po e nisim me të japim dhe pastaj sigurisht që mendoj është efekt domino që ti merr mbrapsht. Patjetër. Personalisht kur bëj dhurata ndihem më mirë se sa kur marr. Kështu që është një anë edhe kjo. Flutura, shumë faleminderit që ishe me mua në studio. Me shumë kënaqësi. Më vjen shumë keq për zërin. Do ta kisha shluar edhe më shumë. Të uroj më të mirat edhe ishe personi i duhur për të mbyllur javën e fundit të dhjetorit në Radio Travel, në Weekend Lovers dhe në YouTube të Premium Channel. Faleminderit. Faleminderit ti, kënaqësi. Ne do të bëjmë një shkputje dhe do të rikthehemi sërish në studio.